Dora e tradhtisë është e shkurtër. Tradhtia konsiderohet në Islam si një nga mëkatet e mëdha dhe një nga tiparet e dëmshme të karakterit njerëzor, për të cilat Allahu dhe i dërguari i tij kanë folur ashpër, për shkak të pasojave shkatërruese që ajo ka mbi individin dhe shoqërinë. Në librin e Allahut të Madhërisëm, gjejmë pasqyrimin e detajuar të tipareve njerëzore, duke përfshirë të mirat dhe të këqijat, besnikërinë dhe tradhtinë, ndershmërinë dhe gënjeshtrën. Njohja e këtyre tipareve jo vetëm që forcon adhurimin ndaj Allahut, por gjithashtu na tregon natyrën komplekse të njerëzve, në mënyrë që të mos habitemi nga situata të papritura që mund të sjellin pendim dhe dhimbje. Studimi me vëmendje i Kuranit dhe Sunetit e zbërthen këtë natyrë dhe na mëson si të veprojmë me mençuri ndaj saj. Një nga tiparet e ndaluara që Allahu na ka paralajmëruar në Kuran dhe pejgamberi alayhis salam është tradhtia. Për të dënuar këtë tipar dhe për të ekspozuar ata që e praktikojnë, profeti alayhis salam ka thënë: në ditën e Kiametit tradhtari do të ketë të varur një flamur që të njihet. Në atë ditë do të thuhet: kjo është tradhtia e filanit. Kjo tregon se tradhtari do të ekspozohet para njerëzve në ditën e gjykimit dhe do të turpërohet. Dietarët musliman kanë kuptuar rrezikun e tradhtisë. Prandaj Imam Buhariu e ka vendosur këtë hadith në titullin Mëkati i tradhtarit ndaj të mirëve dhe të këqijve, që tregon se tradhtia është ndaluar pavarësisht se kush është viktima, e mirë apo e keqe. Parimi i besnikërisë ndaj marrëveshjeve në Islam është absolut, dhe ato duhet të respektohen me të gjithë, madje edhe me jo muslimanët. Allahu udhëzoi pejgamberin alayhis salam të mbante premtimet me ta. Dhe nëse friksohesh nga një popull për tradhti, atëherë bëu i sinqert me ta, sepse Allahu nuk i do tradhtarët. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: nuk ka besim për atë që nuk e ruan amanetin dhe nuk ka fe për atë që nuk e respekton marrëveshjen. Kur profeti alayhis salam hyri në Medinë, ai bëri një marrëveshje me hebrejtë e qytetit, kur shkroi kartën e Medinës që përfshinte mbrojtjen e qytetit dhe kontributin e tyre simbolik kundrejt shtetit. Kur ai alayhis salam kërkoi prej tyre që edhe ata të kontribuonin në shpagimin e gjakut të dy personave që ishin vrarë gabimisht nga muslimanët, ata në fillim u shfaqën bashkëpunues, por në fshehtësi planifikuan të vrisnin profetin alayhis salam duke hedhur një gur mbi të. Por Allahu e lajmëroi profetin alayhis salam për tradhtinë e tyre dhe ai u tërhoq pa u lënduar. Historianët tregojnë: ata i thanë: do të bëjmë, o Ebu Kasim, çfarë të duash. Tashmë ka ardhur koha që ti të na vizitosh dhe të na vish, ulu që të ushqejmë. I dërguari Allahut alayhis salam ishte i mbështetur në një nga shtëpitë e tyre. Pastaj disa prej tyre u tërhoqën veçmas dhe u konsultuan mes vete. Hujej ibn Atabi tha: o shok e brenjë, ja ku erdhi Muhamedi me një grup nga shokët e tij. Ata as 10 vet nuk janë. Hidhni mbi të gur nga maja e kësaj shtëpie, nën të cilën ndodhet, dhe vriteni, se nuk do ta gjeni kurrë më të pambrojtur se sa tani. Nëse ai vritet, shokët e tij do të shpërndahen. Kush është prej kurejshve, do të kthehet në haremin e tyre, ndërsa këtu do të mbeten Eusi dhe Hasrexhi, që janë aleatët tuaj. Pra, atë që gjithmonë keni dashur ta bëni, bëjeni tani. Amr bin Xhashi tha: unë do të ngjitem mbi shtëpi dhe do të hedh mbi të një copë shkëmbi. Selam ibn Mishkemi tha: o populli im, bindmuni këtë herë, qoftë edhe nëse më kundërshtoni gjithë jetën. Pasha Allahun, nëse e bëni këtë, ai padyshim do të mësoj se kemi bërë tradhti, dhe kjo është prishje e beslidhjes që është mes nesh dhe tij. Mos e bëni. Pasha Allahun, edhe sikur ta bëni atë që doni, do të ngrihet nga ata dikush që do të mbajë këtë fe deri në ditën e Kiametit, do t'i shparosë brejt dhe do ta lartësoj fenë e tij. Megjithatë, ai, Amri, kishte përgatitur copën e shkëmbit për ta hedhur mbi të dërguarin alayhis salam dhe për ta lëshuar. Kur po bëhej gati, i erdhi lajmi të dërguarit Allahut alayhis salam nga qielli për atë që ata kishin planifikuar. Ai u ngrit shpejt si të kishte një nevojë dhe u nis drejt Medinës, ndërsa shokët e tij u ulën dhe vazhduan bisedën duke menduar se ai kishte dalë për ndonjë nevojë. Kur humbën shpresat për kthimin e tij, Ebu Bekri radiallahu anhu tha: nuk ka më kuptim të qëndrojmë këtu. Populli hebrej tradhtar, prezencën e profetit Muhammed alayhis salam me një grup të vogël prej shokëve të tij në shtëpitë e tyre, e pasi një mundësi operacionale të rrallë dhe mundësi të artë që të vjen një herë në jetë. Brenda pak çastesh, tradhtia gëloi brenda zemrave të tyre. U vendosën objektivat dhe u përgatit plani. Një gur i hedhur nga maja e shtëpisë do ta vriste. Shokët e tij do të shpërndaheshin. Kureshitët do të ktheheshin në Mekë, Eus dhe Hasrexhi, aleatët e vjetër të hebrejve, do të mbeteshin.
dhe kështu do të merrte fund ky rrezik i madh. Përballë zërit të tradhtisë, doli zëri të vërtetës, që artikuloi Selam ibn Mishkem, i cili i paralajmëroi se profeti alayhis salam do ta merrte vesh tradhtinë e tyre dhe sikur ta vrisnin, do të kishte dikush që do t'i ndëshkonte për këtë tradhti. Tradhtia fitoi mbi zërin e së vërtetës, me gjithë këtë dredhi të madhe, por Allahu e përmbush çështjen e tij. Dhe ata bëjnë plane, por Allahu bën plane, e Allahu është më i miri i plan bërësve. Surja Anfal 30. Allahu e shpëtoi të dërguarin e tij dhe e njoftoi për atë që fshihnin zemrat e tradhtarëve. Kështu ai doli me njëherë pa folur. Shokët e tij pritën kthimin e tij, por kur ai nuk u kthye, ata dolën pas tij. Vërej tradhtarët me kujdes dhe do të shohësh se ata të japin dorën në shenjë paqeje, të presin me mikpritje dhe premtojnë se do të ndihmojnë, por sytë e tyre kërkojnë dobësinë tënde. Fytyrat e tyre buzëqeshin, ndërsa dora tjetër e tyre përgatitet godas me grushtin vdekjeprurës. Këto cilësi të këqija trashëgohen pres pas brezi, nga eteri tek bijt, dhe do të mbeten deri në ditën e Kiametit. Allahu i lartësuar ka regjistruar tradhtinë e tyre në librin e tij. Për shkak se ata e prishën marrëveshjen e tyre, mohuan shpalljet e Allahut, vranë profetët pa të drejtë dhe thanë: zemrat tona janë të mbuluara. Jo, Allahu u avullosi zemrat e tyre për shkak të mohimit të tyre, e ata nuk besojnë, vetëse shumë pak. Surja Nisa 155. Kur shqyrtojmë tradhtinë e hebrejve, shohim se ajo buron nga likësia e shpirtit të tyre dhe pasojat e saj reflektohen në ashpërsinë e tyre ndaj të tjerëve. Allahu i madhëruar e përshkruan këtë në të njëjtin ajet. Për shkak se ata prishën marrëveshjen e tyre, mohuan shpalljet e Allahut, vranë profetët pa të drejtë dhe thanë: zemrat tona janë të mbuluara. Jo, Allahu u avullosi zemrat e tyre për shkak të mohimit të tyre, e ata nuk besojnë, vetëse shumë pak. Surja Nisa 155. Allahu i madhëruar na ka mësuar se si të sillemi me tradhtarët, sepse ata janë një kategori njerëzish që do t'i hasim kudo, prandaj duhet, së pari, të kuptosh se feja e Allahut është mbi fuqinë e tyre. Duhet të jesh i vetëdijshëm se deri ku mund të arrijë fuqia e tyre, dhe se tradhtia e tyre u jep atyre përshtypjen e një fuqie pa kufi, por Allahu i madhëruar e zbulon për llogaritjen e tyre të gabuar duke thënë: mos mendo se ata që mohuan mund t'i shpëtojnë dënimit në tokë, banimi i tyre është zjarri, dhe sa vend i keq është ai. Sura Nur 57. Pavarësisht se e madhe duket fuqia dhe ashpërsia e tyre, ata nuk mund ta mposhtin Allahun. Le të mos të mashtroj, shëtitja e mohuesve në përvende është vetëm një përfitim i pakët. Pastaj vendbanimi i tyre është xhehenemi, dhe sa vend i shëmtuar është ai. Sura Ali Imran 196-197. Së dyti, përpjekje për të zotëruar fuqinë parandaluese. Duhet kuptojmë se fuqia e tradhtisë, sado e madhe të jetë, mund të mposhtet. Kuptimi i këtij nocioni na shtyn të përgatitemi, ashtu sikur se thot Allahu i madhëruar: përgatituni kundër tyre me sa të keni fuqi dhe me kuaj të shtrënguar, që të friksoni me të armiqtë e Allahut dhe armiqtë tuaj, si dhe të tjerët përveç tyre që ju nuk i njihni, por Allahu i di ata. Surja Anfal 60. Kjo përgatitje u siguron muslimanëve forcë, nga e cila armiqtë e tyre friksohen dhe i mbron ata jo vetëm nga sulmi, por dhe nga mendimi për të bërë agresion. Së treti, vigjilenca dhe kujdesi vazhdueshëm. Allahu i madhëruar na tërheq vërejtjen për rëndësinë e vigjilencës dhe për kujdesjes, që të mos bijem në gjumë apo huti, sepse armiku është i vëmendshëm dhe pret momentin e pakujdesisë për të kryer tradhtinë e tij. Allahu thot: o ju që keni besuar, merrni masat tuaja dhe dilni herë në grupe, herë të gjithë bashk. Sura Nisa 71. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë për këtë ajet: dilni në grupe, do të thotë në çeta, pra në njësi të vogla të shpërndara, ndërsa ose dilni të gjithë, do të thotë të dilni të gjithë së bashku. Së katërti, kapja pas litarit e Allahut dhe uniteti. Armë e fuqishme kundër dredhive është mbajtja fort pas fesa Allahut dhe uniteti i rradhëve. Allahu i madhëruar thot: kapuni të gjithë fort pas litarit e Allahut dhe mos u përçani. Sura Ali Imran 103. Në litarin e Allahut gjendet shpëtimi dhe mbijetesa, sado e madhe të jetë dredhia dhe tradhtia. Kujtoni gjithmonë se dredhia e keqe nuk i rrethon askënd tjetër përveç atij që e bën. Surja Fatir 43.